libri i tyre i shenjtë. Këtu është një ndryshim i madh. Për judaizmin, shkrimi hebraik quhet nga të krishterët si Testamenti i Vjetër, quhet Tanakh, i cili është një akronim hebraik për 3 pjesë të ndryshme dhe është i ndarë kështu. Këtu është Tevrati, i cili është i pari, 5 libra të Testamentit të Vjetër, ose Pentateukut. Pastaj është Neviim, që janë librat e profetëve, dhe pastaj Netuvim, që u referohet shkrimeve. Kur bëhet fjalë për Islamin, burimi i gjithë autoritetit në Islam është Kurani. Muslimanët besojnë se është fjalë për fjalë, fjala e Zotit, të cilit ata i referohen si Allah, dhe Zoti ja diktoi këtë Muhamedit, profetit në gjuhën arabe. Kurani tani është i ndarë në kapituj ose sure, dhe Kurani përmban 114 sure, dhe sure ndajnë mëtej në të quajtur ajete. Në vazhdim kemi tradita të tjera për Islamin. Ekziston hadithi, i cili është një koleksion i traditave dhe thënieve të profetit Muhammed, dhe hadithi në fakt funksionon si një shtesë e Kuranit, duke u dhënë udhëzime muslimanëve për jetën e përditshme. Judaizmi ka Talmud, i cili është një traditë gojore që shpjegon dhe interpreton Tanakun. Ai përfshin Mishnah, i cili është një kod i ligjit hebre. Dallimi tjetër është ndryshimi në namaz. Kur bëhet fjalë për Islamin, ekzistojnë 5 namazet detyrueshme ditore që përbëjnë shtyllën e dytë të Islamit dhe fal 5 herëve në ditë në kohë të caktuara. Kemi sabahun, i cili